një moto, siç duket, e këtyre njerëzve që janë pranë personave me aftësi të veçanta. Një takim mbreslënës dhe një shfaqje, një performancë që dha mesazhe të shumta që lidhen me mbështetjen, inkurajimin dhe dashurinë ndaj njerëzve që mund të ketë ndryshim në jetën e tyre, por edhe për fuqinë e artit, aty ku një rreze drite mund të shkëlqejë edhe në fundin e tunelit, për ta kapur dhe për ta përqafuar atë me mirësi. Natyrisht të realizosh një performancë është një sfidë e veçantë, por edhe një kënaqësi dhe dashuri e madhe. Këtë e realizuan pikërisht Teatri Social i Dor Albania në këtë takim rajonal ballkanik, të zhvilluar në Banja Luka. Me një subjekt shumë interesant, të prekshëm, të afërt, që shpërndan mesazhe të gjithë përfshirjes, por edhe të një qasje shumë pozitive ndaj mjedisit, ato dhanë një shfaqje të realizuar me shumë dashuri dhe shumë të vlerësuar. Natyrisht kur në krye të punës vihen njerëz që i përkushtohen, çdo detaj, çdo hapi patjetër do të ketë realizime të bukura. Ndaj sot dua t'i përshëndes të gjithë grupin e pjesëmarrësve në studio. Jam së bashku me Kastriot Faci, drejtor ekzekutiv i Dor Albania. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirë se gjetme. Dhe ju falenderoj shumë për ardhjen sot në studio. Ju pak orë keni që keni ardhur nga ky takim rajonal. Natyrisht ende ndoshta nuk keni pushuar mirë, por keni gjetur mundësinë për të ardhur këtu pranë RTS Shkodrës në Mirëmëngjes Shkodër. Është shumë kënaqësi që të vish në emisionin tuaj dhe dua të falenderoj paraprakisht ju dhe gjithë stafin mbështetës të emisionit të jashtëzakonshëm, i cili është një dritare që i shërben komunitetit shkodran për të transmetuar pikërisht lajmet jeshile, sepse jena mësuar të ndëgjojmë lajme të zeza dhe kryesisht këto kohë të fundit politika man numrin 1 edhe lajmet e zeza. Nuk duhet të harrojmë këto hapa plot dashuri. Nërsa kjo hapësina juaj është një hapësinë gjithë përfshirëse, ashtu si vetë edhe shfaqja, por edhe ne ndjejmë edhe dashurinë që transmeton ju si person, por edhe Radio Shkodra nëpërmjet këtij emisioni të rëndësishëm. Faleminderit. Mjeshtria e madhe, Merita Smaja, regjizore e realizimit të teatrit social të një grupi që unë do t'i përmend me emra pak më vonë. Përshëndetje. Merita, më vjen shumë mirë që dashuria për punën e juaj shpërndahet edhe tek në këtë rast tek këto persona, duke realizuar me plot përkushtim, ashtu siç gjithmonë emri yt i realizon të gjitha performancat, të gjitha shfaqjet, të gjitha përshëndetje dhe kënaqësi që jemi këtu në Radio Shkodra, megjithëse nuk është hera e parë. Nuk është hera e parë. Kaq shumë kemi ardhur sa megjithatë nga që ka shumë aktivitete edhe këto duhet që t'i tregohen atyre që nuk e dinë se këto aktivitete zhvillohen, që kuptojnë dhe të dinë se sa të rëndësishme janë, sepse këto duken si aktivitete të vogla, duken sikur nuk kanë atë rëndësinë që mund të ketë një koncert i madh, por ama këto kanë rëndësi shumë të madhe, sidomos ky grup për pjesëmarrjen e këtyre njerëzve, të cilët unë falenderoj Kastriotin që më bëri pjesë të këtij teatri, se unë me Kastriotin nuk është e para herë që bashkëpunoj, por një teatr social, teatr, ne s'kishim për teatr. Dhe domethënë kënaqësia ime ishte se unë pash tek këta një dashuri të jashtëzakonshme, një dëshirë për të punuar që nuk e gjen nganjëherë edhe tek persona të tjerë që janë jo me aftësi të veçanta, por me kushte të tjera, pozitiv gjithmonë pikasin dashurinë dhe mundësit ata i kaluan me mundësit që kishin
kjo tregon forcën e madhe që ata kanë shpirt, forcën e madhe që e tregojnë dhe e tregojnë bukur, dhe aty e treguan nëpërmjet teatrit, nëpërmjet vetes tyre, se nuk bën gjë tjetër veç treguan atë që kanë brenda shpirtit, ata e nxorën para spektatorit. Vetëm një njeri që punon me hap dashurie dhe me zemër të madhe mund të flasë kështu. Pa dashuri nuk bëhet asgjë. Dhe pa dëshirë, pa këmbgulje, sepse ndryshe ti do mbetesh në vend dhe nuk mund bësh dot asgjë. Kur nuk ke dëshirën, nëse bën pa qef, s'do dalë gjë ajo. Kurse kur bëhet me dashuri dhe me dëshirë, është patjetër, dhe unë këtë e pash te këta njerëz jo të sinqert, po tejet sinqert. Që din t'japin vetëm dashuri. Dhe aty, në atë grup që ishin shumë grupe, ishin më të dashurit, ishin ata që të gjithë vinin, përqafonin, i takonin, kishin kënaqësi të jashtëzakonshme. Dhe kjo ndodhi si në Mostar kur ne dham shfaqjen e parë, që ishte një shfaqje shumë e bukur, dhe ishte ndër shfaqjet më të bukura që kanë bërë. Pse? Ndoshta takoi dhe me një ditë të veçantë. Ishte dita e teatrit për rinin. Dhe atë ditë u bë hapja e kësaj dite nga një vajzë e re në atë qytet, dhe kishte rini në tek spektatorët. Dhe ajo rini jo e priti bukur, jo e priti me duar trokitje, por me një dashuri të madhe, dhe kur këta kanë dhuruar zemrat, se kishin fund për të dhuruar zemra spektatorëve, ato kanë ardhur dhe kanë bërë të gjithë fotografi me këta njerëz dhe gazeta atje shkruajti. Tash këtu më vjen keq se gazetat tona ende nuk kanë shkruar, po shpresoj që do të shkruajnë ndonjë gjë, sepse duhet, sepse prej këtu kemi shkuar nga Shkodra, nga Shqipëria, dhe kjo është një nder, është për herë të parë një pjesëmarrje e një trupe shqiptare në Banja Luka, dhe nuk është pak një gjë e tillë, sepse ishte një festival i Europës Jugore, që përfshinte shumë dhe për hir të së vërtetës, pikërisht me këto persona dhe Dora Albania krijon jo thjesht eksperimenton, por me shumë dashuri i drejtohet pjesëmarrjeve shumë të veçanta. Në këtë rast teatri social, po kemi edhe bandën Vëdor, të cilat janë unike në Ballkan e por më gjanë, dhe që edhe Dora Albania natyrisht i ka arritur, i ka krijuar, i ka rritur dhe i ka kultivuar. Së bashku me ne dëshirojmë të përshëndesim dhe psikologen Suela Ndoja, pjesë e grupit, por fillojmë me artistët e skenës në teatrin social. Sot ka ardhur përfaqësuesi i tyre Ardit Mancaku. Përshëndetje Ardit. Përshëndetje, besoj se je shumë i kënaqur. Që ngeni këtu? S'ka nevojë për mikrofonin se ka zë, ka shumë sakë. Ndërkohë përshëndesim edhe pjesëmarrësit e tjerë: Bledi Muslia, Romario Meta, Mirsada Belinovi, Silva Pietrushi dhe Elona Mato, ose pseudonimin Nani. Të gjithëve një përshëndetje shumë të përzemërt, duke uruar meqense ishim të përshëndetjet, mos harrojmë edhe Mrikën. Po, nanën e Donës, Silva Pietrushit. Dhe ajo na ka ndihmuar, është pjesë e trupës duke na mbështet, por mos harrojmë edhe një personazh i cili na ndihmon shpesh, na ka ndihmuar qysh se na marr me futbollin edhe me bandën muzikore, Sami Shoshi, i cili edhe është një personazh shumë interesant, i cili jep nga koha vet, nga ekonomia vet për të ndihmuar këta personat që ne fokusojmë punën tonë. Kemi këtu dhe Arben Sala. Pa diskutim edhe koreografi Arben Sala, i cili pavarësisht se nuk patëm mundësi ta kishim me vete, por siç e tha dhe Merita na ka ndihmuar gjatë para përgatitjes, sepse ndoshta do flasim edhe më tej në lidhje me ato ngjarjet që kanë ndodhur brenda këtij teatrit. Po na kishim po flasim për Benin tash, pasi kishim një vals i cili Dance With Me, kthej me mua. Pra ishte edhe emri kuptim plot, pa dhe muzika shumë e njoftën. Edhe u vallëzu nga Elona Mato, e cila jeton në projektin Shpresa në qenën rezidenciale, edhe nga Silva Pietrushi, e cila jeton me mamën edhe me babën, me Cinin edhe me Mrikën, dy prind të jashtëzakonshëm të përkushtuar. Pra, çka kena bërë, kena ndërthur këto dy karakteret që fati i ka sjell në drejtime të ndryshme, i ka dhënë një aftësi ndryshe
nga të tjerë, domethënë, por ne jena fokusuar gjithmonë tek potenciali, tek dashuria, tek potenciali që ata mbartin vetvete. Dhe unë du me falenderuar në fakt edhe Meritën në mënyrë publike nëpërmjet Radio Shkodrës për qetësinë e saj, për profesionalizmin, për mirësinë, sepse mund të jesh shumë profesionist, por nëse ti domethënë e humb në kuadër të profesionizmit atë zemrën e madhe, domethënë një anë e madhe që I ka trajtu me shumë pasion, me shumë dashuri këto tri, edhe ne tjerëve normalisht që na ka bë pjesë, aty domethënë na kena fitu çdo çmim. Pavarësisht se festivali në fakt në vetvete nuk ndan çmime, sepse çmimi më I madh është që ne të marrim pjesë në këtë eveniment, duke u rendit krahas trupave të tjera të cilat kanë ardhur, qoftë nga Serbia, qoftë nga Macedonia Veriut, qoftë nga vetë Srpska Republika, Republika Serbe në Bosnia Hercegovinë, se do ta theksojmë që aty kam pa ose kena pa jena përballë me një fakt shumë interesant për nivelin e lartë përfshirjes sociale, kulturës e kështu me radhë. Më ka bërë shumë përshtypje trupa e Serbisë, e cila erdhi me një shfaqje shumë të veçantë, e cila ishte përgatitur nga aktor, të cilët bashin pjesë prej 10 vitesh, pra kishin një eksperiencë, jo si trupa jonë që ka tashme 3 muaj, për herë të parë, po megjithatë jena paraqit shumë densisht edhe kanë shkruar edhe gazeta atje për trupën tonë, për punën e madhe, për misionin edhe për vetë atë mesazhin do thosha që transmetuar tek njerëzit në skenë, sepse ishte gjetë shumë natyrshëm, bukur, domethënë që më I prek edhe ato spektatorët. Nërsa trupa serbe, për shembull, nëse mundem të them, kishin një të veçantë që ato kishin emrin një shfaqje që ishte pacifist, paqësor. Edhe ato nuk fliqin asnjë fjalë, ishin persona me aftësi domethënë të problematik shurt edhe të folunit, edhe shurt me met, me gjuhën e tyre të trupit, edhe arritën nëpërmjet projeksionit edhe një audios, ato të arrishin të bishin luftën në skenë, edhe pasojat negative që sjell lufta tek njerëzimi. Edhe kishin arrit sinqerisht për 25 minuta me bën një gjë duke përdor zërin, duke përdor drita, duke përdor mesazhet që u transmet. Një gjë tjetër e veçantë që na bani përshtypje ishte edhe trupa nga Pi Teatër, nga Shkupi, Zlatko, një mik I joni tashmë, cilin e përshëndesim bashkë me zonjën e tij Maqedonsken, kishin pru një shfaqje tjetër. Ato ishin një trup me 5 veta, ku në qendër të kësaj trupe ishte një djalë, me aftësi Dino, me aftësi të kufizume, I cili ishte jazzbandist, ashtu sikur edhe muzikantët tanë, ku nëpërmjet tij u ndërthushin problematikat e përfshirjes sociale, por edhe nga ana tjetër problematikat që bota sot mbart në lidhje me mbrojtjen e mjedisit. Edhe do të ndalemi shumë këtu. Ishte shumë interesante, flasim për trupat tjera, sepse do flasim edhe për trupin edhe për shfaqjen tonë, por edhe për organizimin e festivalit. Por edhe për organizimin, sepse është e rëndësishme. Patjetër, festivali u organizu në fakt në kuadër një projekti Spark do të thotë Shkëndi, edhe kishte gjithmonë në qendër vëmendjes përfshirjen e personave, potencialin që këta personat në aftësitë kufizume kanë brenda tyre, edhe dhënia e mesazheve. Si arritët të bëhesh pjesë e këtij aktiviteti? Po organizata The Door, që un kam fatin që punoj prej 30 vitesh, është tashmë e njoftun brenda vendit, por njëkohësisht edhe ka disa partnerë, disa njohje edhe jashtë vendit. Në këtë kuadër ne morëm me ftesë pikërisht nga Dis Teatër, nëpërmjet një ndërmjetësimit një miku ton që kemi një aktor në Shkup. Ai domethënë kishte thënë që shikoni organizatën filan në Shkodër, organizatën The Door, sepse punon me këta persona prej disa vitesh. Edhe ne në fakt edhe këtë Dis Teatrin e njoftme domethënë nëpërmjet tyne. Ata na kontaktuan, na thanë që kishin një ide për të organizuar pikërisht të festivalin, ku brenda festivalit nuk ishin vetëm teatrët, po kishin futur edhe disa gjëra të re eksperimentale, siç ishte muzika, piktura, ekspozitë balet, pra pat me mundësinë që ky festival të ishte një
multikulturor. Po, shumë i larmishëm, po, Të jepen ide dhe mesazhe nëpërmjet shumë formave të artit. Fiks, e vërtet edhe kjo. Mirë po, ramën kontakt me Bogdanin. Bogdani ishte drejtuesi i projektit, i cili me një dashamirësi shumë të madhe për artin, për punën që ai bante, na ftoi dhe filluam një vizitë eksperimentale në nëntor me 15 për 4 ditë kanë me meritën atje, ku u njohëm me teknika, u njohëm me planin e festivalit, u njohëm me partnerë tjerë, sepse kjo ne na shërben në fakt edhe për të ndërtuar një rrjet me bashkëpunëtorë të tjerë për të njohur kush jena na ç'a bëjmë ne, sepse ndoshta në gjën shef në internet, po nëse nuk e ke mundësinë edhe me testu edhe këtë pikërisht bashkëpunimin edhe me pas sa serioz janë ata. Për mu do thosha që ato serioziteti e angazhimi tyne ka kënë në shkallën maksimale, por kjo thëm e reflekton edhe nivelin e lartë të kulturës që ka pikërisht Banja Luka, Republika Serbe në Bosnjë Hercegovinë. Duhet ta theksojmë që me meritën na kena me befasum edhe për këtë herë prapë kur jena kthy, po herën e parë, sepse brenda një ndërteset shumë të madhe, e cila ishte pikërisht shtëpia rinore që unë si në qendër qytetit, shtëpia rinore tamam ishte qendër, jo qendër për shtëpia rinore, kishte të ndërthunën bibliotekën, kishte teatrin kombëtar të kukullave, kishte qendrën kulturore të fëmijëve, kishte teatrin e të rive, ky teatri eksperimental, kishte sallë baletit, kishte ambiente salla, domethënë që aty gomzhinin gjithë ditën nga aktivitete që kishin qoftë për fëmijë, qoftë për rinin. Duhet ta theksojmë që ne me keqardhje them e konstatoj na mungojnë qendra të tilla. Kjo ishte një super qendër, për mua është qendra ideale që Shkodrës si mungon edhe që duhet ta ketë se s'ban një qendër të tillë. Por në njëherë, domethënë të gjithë këto nxitje ju patjetër i drejtuat tek ato me të cilët ju realizuat teatrin social. Besoj jeni ndjesh shumë mirë, Ardit. Unë më thonë dhe jam një super kënaqur, super lumtur. Sepse na kanë realizu një teatr social për me diftu si kush janë se person, se mos na bëjnë dallime të tjerë, tash i na bë personat barabar me të tjerët. Edhe jam shumë i kënaqur se na ka organizu përgatit provat. Edhe po pas të vështirë të realizosh çdo njeri për të realizuar. Herë kam pas vështirësi, vije më nëna. Tu bë prova për ditë, e kam su. Ka qenë i bukur. Kemi edhe insert të regjia, kemi foto shumë të bukura të shfaqjes apo jo. Në fakt do t'i kërkosh Arditit që për hatër të vetë pozicionit ti, pa edhe për të teleshikuesve ose më themi edhe të dëgjuesve, na përcjellën grimca humoristike. Edhe pastaj ndoshta po flasim pak edhe për mesazhet që transmeton pikërisht kjo. Atëherë ato grimca humoristike që bëjnë pjesë në Barsalet që janë brenda shfaqjes. Po. Kemi nga skena. Atëherë këto janë të kohës së lirë që ju kemi realizuar. Në kohën e lirë kena kaluar në mënyrë aktive, kemi foto nga skena apo jo, ja këto për shembull. Këtu është shfaqja parë në Mostar. Natën e veçantë e kushtuar pikërisht teatrit për trive. Po gjithsesi, unë mendoj duhet ta falenderojmë atë që ishte i jashtëzakonshëm. Na ka prit Saadi, një nga drejtuesit e teatrit, bashkë me Hana, gjithse ishin i nushëm, ato ardhen e na u kujdesin për ne edhe shfaqjen e marrume mas. Po mirë, atë mund të ashtu Arditi, nërkohë që aty kalojnë ato. Po ta them një gjë më Ose pa ta thëmë e zotë levë, se ta kam zonin e më për atë punë. Edhe për thëmë shkurt. Do ta bësh ashtu si në skenë. Po. Beni për lutë zoti për të sërë shumë vërë ata. O, zot, duhe një bicikletë që i Agroni, një laptop që i Sarës, një të futbollit që i Davidit. Po pëse bërtet ka shumë mërbet, se na zhohet për gjumin. Zoti në gjën edhe me zot ullën. I thot vlej. Zoti në gjën,
Po nuk t'i gjën baba se po flenë vlo me maton, i thot Beni. Bravo. Zoti mësus, a mundi dënoj një njeri për një gjë se ka bërë? Sigurisht se jo. Mirë atëherë, unë si kam bërë detyra. Po e fillim ka kënë hështirë, po të mësu, ai që mësën dënë. Bravo. Jashtë zakonisht bukur. Dhe ka bërë shumë bukur atje. Kemi ndërtuar një subjekt interesant, të prekshëm, të dashur, një subjekt shumë domethënë, të thjesht, mesazhe, tan kohën domethënë duke dhënë mesazhe. Gjatë këtij. Ndoshta Merita mund të na flasin pak për gjithë mesazhet. Si shkruat, si e zgjidhet në mënyrë dashuria, para dashuria, mode agresore. Ne bisedojmë shumë se donim çat gjejmë, domethënë që diçka që t'i përfshinte që të gjithë, por ama të ishte e thjeshtë sepse atë kishim probleme edhe me gjuhën. Dhe nuk kishte aq e lehtë që ne domethënë po të bënim me fjalë, prandaj na duhej diçka e cila të merrej vesh, po, që të kishte veprim. Dhe e ndërtuam në një kamp. Tarabosh thoshte gjithmonë. Po, tamam, sepse Buzli qeni Shkodrës, është e shkruar në fakt. Lidhet me vendin, lidhet edhe me aktivitetin me Shkodrën, me njerëzit, qenit, edhe me bukurinë natyrore. Kishin këto vendet për me fjet, kishin çadra diellit, kishte, domethënë ishin me të gjitha kushtet që mund të kenë fëmijët apo të rriturit në një kamp ditor, javor, nuk ka rëndësi se çfarë kampi. Në natyrë. Po, dhe janë gjithë në natyrë. Dhe fillojnë qysh aty që janë të qetë, me gjumë, është një muzikë e cila i zgjon. Fillon nga nata dhe del pastaj drita. Dhe kishim Kastrioti kishte gjetë sa drita të vogla që ishin si drita që dalin nga vetë këta, si një ndriçim që buron nga shpirti i tyre. Se dhja Kastriotin që ishte edhe... është Kastrioti, sepse... Ja, Merita në fakt nga ka orientu, por une kam pak vite që merre me kulturën, në po dash me nërprej Meritën, pa vazhdojmë edhe sinqerisht ajo që më nep mu shumë komod është kur ke një person që të lejon edhe të përfshin, sepse sigur Merita kishte thënë jo këtë e di unë do të kisha ndaj kështu që prap gjej rastin që bashkarisht domethënë duke u bashkanjit unë Meritës, po Merita ka kanë lokomotiva. Tre mendime janë më mirë se një. Po do ta themi që eksperjenca, profesionalizmi saj, Merita ka kanë lokomotiva e shfaqjes tonë kemi. Aty këta çohet pasaj njëra nga është Mirsada, e cila qohet me një pupël, e kishim caktu si komandante kampit, që do t'i zgjonte. Po si t'i zgjoj, me këtë pupël shkonte edhe gjithë secilit e prekte dikën këmbë, dikën fytyrë, dikë shupta. Duke gulodis. Ishin aktorë të famshëm nga gjumi unë shkosha që e më Romario. Këta ishin aty dhe pasaj, mbasi ky zgjohet prej puplës, çohet në këmbë dhe me këtë Patericën e vogël. Shkon këtë prek të vajzat nuk i prek. Pasi shef. Edhe shkon te Romario atje. Edhe e prek i herë let, e shef që ky s'po çohet. Atëherë i bën një fortë dhe bën vërtet kështu çohet gjithë në kamp. Mas kësaj organizojnë edhe sinjalin timet. Dhe kjo tregon që një ditë e bukur me zim që është një zim i gëzueshëm me qeshje, me muzikë popullore baritore, me dashurinë dhe me dëshirën për të bërë diçka dhe organizohen që të gjithë bëjnë vrapin. Vrapin do ta bëjnë vend fakt aty nuk mund t'i fusim ne të bënim nëpër fusha, por kjo tregon që këta dinë edhe të vrapojnë. Absolutisht. Dhe pastaj bëjnë ushtrime të cilat janë në fakt ritmike, vetëm me hapa, me këto, po dhe kjo tregon që këta po bëjnë diçka për përgatitjen e tyre fizike, që të ndihen më mirë gjatë ditës dhe do të fillojnë ditën bukur. Me diell, me alegri, muzika shumë alegri, një ndjenjë shumë e bukur, shumë e këndshme. Në atë moment ja, kanë pasaj hajde, eja, japin dorë njëri tjetrit që të bashkohen, kapen për dorë, fillon muzika, kanë një kërcim shumë bukur me ritme, kanë edhe këtë, dhe mas kësaj fillon një erë vetima. Ky si frikacak që është. Ishte edhe me helmetën e kuqe në kokë. Po, ishte helmetën e kuqe dhe atje vën një bardhë edhe futet nën shtrat. Se kishte frikë vetim atë erën, domethënë kallzon statusin që Bledari merr një çadër diellit, e merr prej atje ku është dhe i mbledh që të gjithë këta aty, është si ajo Kloçka që i mbledh zogjt edhe i mban afër në mënyrë që më i gjati. Po, prapë më i gjati, po dhe mesazhi është shumë i rëndësishëm, pra një çadër që mbrojtje për gjithë bashkë dhe janë bashkuar. Megjithatë mungon
Një prej tyre. Dhe sa po pushon kjo, dhe gjatë kohës që ka erë, hidhen në skenë shishe, letra. Era bjen ato. I bjen era. Uji. Gjitha këto dhe ambienti bëhet pis. Pra, kemi një ndotje të ambienti. Atëherë, mbasi pushon era, pushon shiu, fikin, mbyllin çadrën, aty kërkojnë, shohin njëri tjetrin, po ku është Arditi? Ta gjejmë Arditin, gjithë në kërkim të Arditit, dhe isa më në fund e nxjerrin për atje. E gjeni, japin dorën gjithë, e nxjerrin, dhe del me një helmet të bardhë. Fillon një muzikë është tradicionale e jona, një valle, dhe këta fillojnë me kënaqësinë më të madhe, me një fest zi, mbledhin gjithë të shishet e fusin aty brenda, duke kësy, edhe kjo është mbrojtja, domethënë që i bëjnë ambientit, dhe pastaj mbasi i heqin këtë, thot komandantja. Tashti do të tregojmë se çfarë dim bëjmë gjithë secili prej nesh, cili është talenti që ne kemi. Edhe e bëjmë me njëri tjetrin. Pra, përfshihet natyrisht publiku, po këta mendohet që janë vetëm aty. Edhe kush po çohet i parë, i çohet Romario, tregon një fabul. Pastaj fabula shumë e bukur për Delprën që do të ndaloj gjelin që mos këndoj. Pra, e mira me të keqen. Nuk arrin dot kurrë keqja që ta ndaloj atë, sepse ai do vazhdoj, do këndoj shumë më tepër bitë se sa. Triumfon mbi këtë. E mira. Dhe pastaj kemi një pjesë me tromp, kemi Bledarin. E cili po i vjen sepse Bledi është edhe pjesëmarrës. Dhe ai është i ulur në dy trungje. Se s'kemi përdor asgjë tjetër vetëm natyrën dhe trungjet i Kamarkazioti prej këtu kemi çull deri në Banja Luka. Po, patjetër. Çdo detaj. Trungje druri, që ishin punës me djerës. Pas Bledarit ka radhën dhe tregoj këto dy barsaleta, pastaj kemi valsin, që kemi dy vajzat cilat kërcejnë, përshëndesin publikun, përqafohen, prap ndahen, prap përqafohen, shumë bukur, edhe kjo është këta duhet trokasin, që gjithë, dhe pastaj në fund, prap kemi këtë Mirsadën, e cila reciton një poezi për nënën, thotë edhe fjalë dhe mund vjen keq atje, ne nuk i kishim që ta kuptonin dhe po të dedikoj nënës time, e cila qëndron gjithmonë me mua, ajo më sheh edhe natën edhe ditën e kujdeset e mos kam të unë nganjëherë dhe e mërzis shumë nënën. Edhe kjo ishte dhe në fund prap e mbyll Bledari po prap me tromp, gjithë përqafohen dhe i thotë kjo Mirsada, ne e dum njëri tjetrin, na doni edhe ju. Përqafohuni edhe ju me njëri tjetrin dhe në kohën që përqafohen ata, duhet të trokasin këta që planohen, pastaj kanë edhe një mlidhen, është la raspa, triumfi, edhe kanë kështu me edhe shpërndan një zemër, është një zemër e madhe, që edhe e çojnë dorë në dorë njëri tjetrit. Kjo pjesë, një performancë. Ne mendojmë se kena shkurt, për ishim pastaj ka një rreshtim si mas gjatësisë. Bledari edhe mbarojnë të Arditi. Nëse kena në foto është shumë interesante. E kemi në foto regjia, atë rreshtimin kështu gradual. Aty është rreshtimi si mas gjatësisë, po kjo është ndoshta edhe rreshtim inkluziv, domethënë që kallzon që ti mund të jesh në rresht, po vjen në rresht për aftësinë që ke ti aty. Edhe siç e tha dhe Merita më parë, duke filluar nga më i shkurti në këtë rast Arditi, por edhe deri tek Bledari më i gjati, gjithë secili solli e çlirë potencialin e tij intelektual edhe artistik brenda grupit, brenda kësaj shfaqje. Në këtë moment, në fakt nëse më lejon Merita, është momenti që ne prap shpalosim një mesazh shumë të rëndësishëm, duke filluar nga Arditi, i cili bën disa lëvizje herë shef majtas, herë djathtas, duke përshëndet njerëzit me një muzikë shumë të jashtëzakonshme, triumfuese, siç kemi pa në Hollywood kur dalin ato aktorët e mëdhenj, del duke përshëndet publikun, nalet, hap këtë borsetin edhe xherr një zemër edhe e hall publik. Pastaj vjen me rrall kush ishte aty, nani, po del nanën tjetër, Silva del nanën tjetër, kështu me radhë gjithë secili si del, kapin një zemër e puthin edhe hallin publik. Edhe kjo i preku shumë spektator, por përveç se bën këtë, pastaj ata dalin rresht për një, edhe me vure aty në tokë kena 4 kartona. Janë 4 kartona që mbartin një mesazh të jashtëzakonshëm dhe shumë të rëndësishëm social, që thojnë we can do it. Ne mundemi ta bëjmë këtë. Mirë po, e bukra lojës është, prap na kena lujt me teatr, e kena thënë fjalën can,
që mundet me thënë, ne s'mund ta bëjmë këtë. Aty del një djalë Romario, i cili del edhe sjell dhe lexon, i thot publik, jo, kjo nuk është ajo që do të më thënë. Edhe shkon te Mirsada dhe thot kthej kartonin. Edhe nga ne s'mundemi, kartoni kthehet ne mundemi. Edhe kanë dhënë rokit shumë. Aty pastaj është edhe kulmi i shfaqjes ku njerëzit u çunen kam edhe thonë fjalë më të mira për ne, edhe pas shfaqjes për meritën, për gjithë secilin. Bën dhe prezantimin këta. U bë prezantimi sepse na kena një eksperiencë me bandën muzikore në çdo koncert ku shkojmë. Për ne është shumë e rëndësishëm interaktiviteti që ti ke me spektatorin. Edhe me thonë me zat nalt atë kush janë ata. Këta janë krenar kush janë. Krenar për projektin Shpresa që i ka kriju një streh shumë të mirë edhe jetojnë pas një lloj problematike. Respekt shumë të madh për punën që bëhen. I kena partner shumë të mirë, Luigi Milen edhe Suela Noen, do t'i përgëzoj dhe t'i falenderoj sepse Suela është treguar si një nën. Patjetër. Nuk kam pa një grua vetëm një gjam Leoni të them, që gjatë bisedës që pata me Mriken Pietrushi, mamën e Silves, më tha mu që shiko tha, këta të projektit Shpresa janë tha bekum, pse tha unë janë bekum, unë e di pse, po kam qef gjithmonë me i pyet njerëzit edhe me sepse na edhe marrim shumë energji pozitive kur nin diçka, domethënë për atë që bën e shkruaj. Mirë po tha, sepse këta kanë sa bukur janë veshta, sa të pastër janë, sa të rregullt janë, sa bukur sillen njëri me tjetrin. Edhe këta ja ka bë tha mujtën një projekt i cili si mungon mjeku, si mungon infermieri, si mungon psikologu, si mungon punojësi social, si mungon ushqimi, si mungon asgjë, sinqerisht. Ishte i veshën si princ aty. Po, me pa veshjet e këtyne janë vesh ma mirë se unë. Po, se ju keni qenë gjithmonë në shërbim. Ja, po flasim për kujdesin. Për kujdesin e jashtëzakonshëm. Edhe kena ne tonë bosh, po shputje. Dhe një gjë që mund ka bë për shtypje, këta nuk donin të shkonin se s'bën atje kur kishin orarin për të ilaçe. Kjo ishte diçka që është edukuar me kulturë. Është edukuar pra prej atje shërbim. Edukuar dhe shërbim i mirë. Unë e një pa pjesë e jetës. Pik për piloçe. Bravo. Rregullisht. Kjo do të thotë që ju bëni një jetë shumë të rregullt, ndërkohë që këto aktivitete ju ndriçojnë e cunin tuaj dhe ju sjellin një frymëzim shumë më të madh për të marrë pjesë edhe në shfaqje. Edhe në Norvegji më çem 20 muaj. Jo, në fakt me datën 20 deri 27 maj ne trupa muzikore me rastin e 20 vjetorit të formimit të saj, nga koncerti i parë, nga dita e parë e provave, plot 20 vite, më parë ne shkojmë në festivalin e mundësive. Është një festival ku marrin pjesë trupa të ndryshme nga Norvegjia. Sa gjë bukur. Dhe nga ishit Faraoe është një trup që janë pjesë e Danimarkës. Do të shkojmë atje por një falënderim të veçantë për një person që quhet Falk Bake, i cili ka nerin mekanik qytetar i nerit i qarkut Shkodrës, por nga ana tjetër është edhe themeluesi edhe bashk punëtori më i mirë që trupa muzikore për persona më të kufizuar me ka. Mora një ndriçim shumë të madh nga kjo datë pas zgjedhjeve, ta shënoj pak sa, paktën të ketë diçka shumë. Edhe çka kena më shku me babën Luigi dhe me Suedin. Po të gjithë pra, janë të gjitha, nuk ndani ju sepse vetëm dashuria krijon këtë lidhje dhe këtë. Janë plot 35 persona që do të fluturojnë drejt Oslos. Pra, domethënë shpeshherë gjatë kësaj jave kur ishin në Banja Luka në Republika Srpska në Bosnjë Hercegovinë, më dukte sikur mungote diçka, nga që isha mësuar me një numër shumë të madh, 35 vjeç, dhe i thosha, a kena ton këtu, u fokusosha me pa kush mungon. Mirë po luks i madh me kanë me një trup të vogël, por edhe më luks është edhe më kënaqësi kur ne marrim me vete 35 shkodran. I japim një mundësi qoftë prindërve, sepse edhe prindërit janë ata që duhet me i falenderu, të cilët i rrinë afër fëmijëve tyne, sepse ata janë ata që qohen nade me kasavetin e tyne, rrinë tanë ditën me kasavetin e tyne, i japin shumë nga jeta, tyne kanë dhënë tanë jetën e tyne për fëmijët e tyne, edhe nëse na jena të fjetë në darkë, ato prap janë qutë, siç e tha dhe Mirsada në poezinë e saj, duke u kujdes për
Mos ka temperaturë, mos I them diçka. Për ta, edhe duke I marrë një breng të madhe në vetvete, çfarë do të bëhet kur unë mos je ma me fëmijën tem. Edhe kjo na bën edhe ne na shtyn që ne të bëjmë maksimumin në mënyrë që t'i japim këtyre personave vendin që I takon në shoqëri, jo më tepër, t'i japim aty një mundësi që ato të zhvillohen nëpërmjet këtyre aktiviteteve, edhe të nihen krenar sikur nihen krenar sot edhe vinë po Afrikë dalin domethënë gjithkund të tregojnë atë talentin e vet, qenien e vet. Në radhë parë mesazhe shumë njerëzore e më pas një punë e detajume në çdo qeliz, në çdo hap të realizimit të kësaj shfaqje. Unë nuk di, po edhe në emër të atyre që po në ndjekin, besoj se një respekt dhe falenderim shumë I madh për ju që merrni të tilla iniciativa, që shpërndani të tillë ndjesi, mbështetje, dashurie, ngrohtësie, mundësish për t'i dhënë këtyre njerëzve të zbuloni potencialet e tyre dhe t'i shpalosni ato për t'i bërë një hap të sigurt në ecjen e rrugës së tyre. Besoj keni punu shumë merit. Po, puna është puna tregon, do ta kem tregon. Edhe do ta kem prap. Ashtu Po normal se të zgjojnë atë. Mirë, të shfaqet se do ta jepni edhe diku. Po, kena diskutuar në fakt me thënë drejtën edhe me Meritën edhe me disa aktorë të tjerë të qytetit, flas jo pjesën aktorit teatrit, po flas për aktor social. Po. Edhe po diskutojmë, po mendojmë ndoshta ta japim në shkollën Ali Laçi, quhet po, shkolla Ali Laçi, te shoqata për persona. Po mund ta bëjmë me lëvizjen tek skena e shkollës muzikës, sepse kanë si ta japim me këtë mesazh edhe ta majmë, por një gjatë rëndësishme, nëse më lejoni është që ne, organizata jonë ka apliku për të ngrit një qendër kulturore, social-kulturore. Kur them për të ngrit, jo si një ndërtesë, por shpresojmë që bashkia dhe si një strukturë funksionale, njerëzit që kanë gjana në dorë na krijojnë këtë mundësi, të na japin një mundësi, na japin një akses që të përdorim godinat shumta të cilat janë sot pa përdorim ose kanë nevojë që të përdoren në mënyrë që të mirëmahen, për të realizuar aktivitete pikërisht social-kulturore nëpërmjet një projektit I cili vjen I mbështetur nga Ministria e Kulturës dhe Inovacionit dhe quhet projekti Artin e Dua, pra do të ndërtojmë një qendër social-kulturore, Artin e Dua quhet. Art Education në anglisht, domethënë edukim për artin, por edhe në shqip tingëllon shumë bukur se dua, dashuria, si thamë, Artin e Dua. Edhe me këtë rast e falenderoj Meritën që më dha një se në mendën të me kisha ndoshta një shkollën industriale konviktin e saj I cili është bosh ose një hapësin tjetër kudo, por nuk më shkoj mendja që tek shkolla muzikës është një sallë që për mendimin tim është salla numër 2 ose 3 në qytet, pikërisht për aktivitete të karakterit social-kulturor. Ne kena realizuar aty lojna popullore fest, ose 2 edicione kur kishin probleme me motin, por ajo është një skenë fatmirësisht e rindërtume edhe e përshtatshme, pavarësisht se ndoshta problemet pak me ngrohjen në momentet e ndriçimin me këto ka pak mungesa, po mund të jenë element që ne mund të shtojmë gjatë rrugës. Por nëpërmjet këtij projektit, pra kësaj qendër social-kulturore, ne synojmë ta forcojmë. Kena një grup vallash me fëmijë në shkollën Liria, që janë Roma dhe Egjiptian, që përgatiten nga koreografi Arben Sala, prej 20 e sa vitesh e vazhdojmë edhe atë si aktivitet. Kena lojnat popullore fest, që është një festival I cili këtë vit ka vitin e 18, që sjell shumë trupa nga rajoni, jo vetëm nga Shqipëria. Kemi trupën bandën muzikore për persona me aftësi të kufizume, edhe për herë të parë në histori po mendojmë që këte shkëndi, siç e thamë edhe në fillim të emrit projektit, pra teatrin social, duke gjetur dashamirësinë edhe Zonjës Merita, ta majmë edhe ta çojmë për te duke sjell një shfaqje të re, pavarësisht se në kohë shumë të shkurt, po të sjellës 2 shfaqje me këtë target group, domethënë për mendimin tim është një arritje e jashtëzakonshme. I keni dhënë besimin, I keni dhënë shpresën, forcën, apo jo? Je gati të mësosh diçka tjetër, që të bësh jo një, po dy shfaqje. Se ne bëm dhe një provë
provë çfarë ishte ajo që e bëm te fshati i Paqës, edhe me njëherë u afruam. Kastrioti kishte ftu kishim psikolog, punonjës social, mësues, punonjës të bashkisë, cilët erdhen edhe na njekën. Me shumë kënaqësi e kanë prit dhe që aty ishte para herë që prova generale, para herë që kishin publik. Në fakt, ndoshta fakti, Merita, që kanë dalë me bandën. Që ato ishin, dhe me bandën i kanë ndihmuar shumë, pa diskutim, po fakti që këto ishin punonjës social. Edhe e shohin me tjetër. Psikolog, e shohin me synin e përfshirjes sociale. Por do të jetë sfidë për ne kur dalim në publik të thjeshtë, domethënë, ta shohim se si do të reagojnë, si do të jetë përballja. Ishim në Mostar për shembull, ato flasin për publikun tonë këtu, sepse ne kena nevojë që të krijojmë më shumë hapësina për përfshirjen sociale. Kena nevojë me barriera që ne kena në tru, domethënë, që këto persona s'kan vlerë, këto persona s'mund bëjnë kurrë. Jo, këto kanë vlerë, kanë potencial dhe është shumë e rëndësishme t'ja gjejmë çelësin për t'ja çliru këtë potencial artistik që ata mbahin vetvete. Harrum ta themi që aty janë kena bërë diskutime, të cilat kishin lidhje me mënyrën se si mund t'i shpëtojmë për shembull nga zjarri, kur bjen një zjarr, ata që janë të verbër, ata që nuk munden të ecin, dhe kjo ishte shumë interesante. Pastaj me vllajën e Bogdanit, i cili ka vetëm tregoi jetën e vet, po tregoi jetën e vet të jashtëzakonshme, me çfarë këmbgulje. Vlen ndoshta për me cek nëse kena kohë historinë e tij, në qoftë se më lejon Merita, me sepse te kjo pjesë, ky doma ishin dy vëllezër, edhe të dy i kap Lia Qenit. Bogdanin edhe vëllain. Mirë po, Bogdani e kalon lehtësisht, masi i bën një injeksion, një vaksinë. I bën vllajt, mirë po, gjena e tij shëndetësore përkeqësohet shumë. Përkeqësohet atë shumë sa që qarkullimi i gjakut, problematikat fillojnë të jepshin efektet e tyre. Edhe në këtë moment i thot prindit, kur shkon në spital, që do t'ja kpusim të dyja këmbë djalit. Edhe ç'a bajnë, ja kpusim të dyja këmbë në pjesën e sipërgjojve. Edhe shpresë nuk kishte, domethënë një fëmijë, domethënë 6-7 vjeçar, ti kpuç dy këmbë, domethënë është t'ja marrësh si man jetën. Mirë po na kishin prezent aty, edhe ai na tregon se si ai e kishte gjetë forcën për me përballu këtë sfidë të jashtëzakonshme që era që ishte qysh në atë moshë pa dy këmbë. Edhe na tregon se si ai nëpërmjet sportit kishte arrit të ishte fitues i dy çmimeve, medaljet bronzit dhe medaljet argjentit në olimpiadat, po në volejbollin nëjën, sepse është një volejboll sport olimpik, janë sportet po i themi ne paralimpike, lojnat për personat me aftësi të kufizuara, ku këta kishin arrit me marrë 2 herë fitues domethënë. Por kishte ra Covidi pastaj dhe për arsye të Covidit se pretendoshin të marrin edhe medalë kampion bote. Vetëm dashuria është forca e ndryshimit. Po, lute me kombëtaren e Serbisë, por edhe me kombëtaren e Republikës Serbe, saka, domethënë të pjesës së Republikës Serbe, no. Vetëm këto histori na bëjnë më njerëzor, vetëm këto histori dhe kontribute, aktivitete hedhin dritë mbi forcën që t'jep mbështetja, për krahja, për të zbuluar potencialet më të mëdha tek njerëzit pavarësisht vështirësive dhe për t'i bërë ata të ecin pas një stigmë mes të tjerëve, të pranuar dhe të përkrahur. Unë dua t'ju falenderoj shumë për të gjithë çfarë thatë, sepse ju thatë atë çfarë pulson tek hapat tuaj, tek ju që punoni, një respekt i pakufishëm. Është shumë thjesht të arrish sukses me njerëz të suksesshëm, por është më bukur të arrish hapa të tillë tek njerëz që kanë nevojë kaq shumë për mbështetje. Dua t'ju falenderoj nga zemra, dua t'ju falenderoj, besoj edhe në emër të atyre që nuk janë sot këtu në këtë studio, por që e ndjejnë këtë dashuri të madhe, këtë përkrahje, këtë kontribut që asnjëherë nuk shpërblehet, vetëm ndjehet dhe natyrisht Zoti ju ndihmon gjithmonë për të bërë gjëra kaq të bukura me kaq shpirt dhe kaq dashuri.
Faleminderit shumë. Ti jemi mirënjohës për këtë hapësinë, ti jemi mirënjohës për mirësinë që edhe ju vetë për të cilën gjatë çdo njeri do